Po, pikërisht projekti I ujëmbledhësit në Jezerac, përveç zgjidhjes çështjes së ujit që diskutuam në pyetjen e mëparshme, një prej arsyeve shtesë dhe angazhimeve që ne I kemi paraqitur është pikërisht të ketë funksionin e plot pikërisht edhe fenomeni I bifurkacionit të Neridimës. Sepse kështu siç është, me vërtet ka ujë të pakt dhe I gjithë fenomeni nuk mund të shfaqet në dimensionin e tij. Prandaj ujë I pishëm, fenomeni I bifurkacionit dhe janë 3400 hektar tokë buke të cilat sigurohet sistemi I ujit. Sigurisht se ky është projekt kur folëm për fillet e projektit, në fakt ne folëm për 2016, po fillet e këtij projekti janë që në kohën e projektit të Iber Lepencit, por që ka mbetur pjesa e Lepencit pa u kryer. Ne vazhdueshëm kemi këmbgulur dhe këmbgulim që ky projekt të fitojë dhe të realizohet, madje ne kemi shqyrtuar mundësi që po të ishte e mundur por rëndësinë e këtij projekti dhe komuna të hyjë në kredi vetëm që të realizohet. Por kjo është një pamundësi e dyfisht. Edhe pamundësi financiare për të përballur me këtë kredi, por edhe dyta, ne nuk menaxhojmë me lumejt. Domthonë edhe lumejt janë përgjegjësi e Ministrisë së Planifikimit Hapësinor dhe të Infrastrukturës. Prandaj ne duhet të kemi edhe këtu, sikur edhe në çështje të tjera, një bashkëpunim të ngushtë, prandaj nuk thash rastësisht se duhet të kemi një strategji të mirëfillt kombëtare sa I përket ujrave, sa I përket lumejve, dhe aq më tepër edhe të ndërtohen impiantët që po ashtu përmendëm çështjen e impiantit, sepse më shumë se sa ferizajt, dëm ne I bëjmë qytetit Kaçanikut, sepse lumi I Neridime kalon mes përmes qytetit Kaçanikut dhe sidomos në muajt e verës është e padurueshme të jetohet në qytetin e Kaçanikut dhe në disa prej fshatrave Stagov, Gruniev dhe fshatrat e tjera, sepse është kundërmimi shumë I madh si rezultat I afro 80% të derdhjeve të kolektorëve dhe të urave të zeza të ferizajt derdhen në pjesën jugore të qytetit që praktikisht, siç e thash, nuk I bëhet dëm ferizajt, por më shumë I bëhet dëm komunës Kaçanik. Prandaj edhe ne kemi ndarë 10 milion që të zgjidhet ky problem. Sa I përket rregullimit të shtretërve të lumeve, po ashtu kemi aplikuar disa prej segmenteve të caktuara të lumeve, ne kemi rregulluar, por sigurisht se duhet vazhdohet me këto projekte që edhe të marrim leje, por edhe të marrim financime nga Ministria e cila është edhe si një lloj pronare e lumeve. Arsimi më intereson një pikë tjetër. Kosova nuk po shkelqen arsim. Do të thonë jemi keq në gjithë vendin. Megjithatë komunat kanë goxha kompetenca për ta përmirësuar, veçanërisht në orientimin profesional. Pra që të nxënësit të shkojnë në shkolla profesionale të cilat u shërbejnë për punë të menjëhershme. Sa e di unë në Ferizaj ka disa shkollat e tilla, të cilat ja u kanë mundësuar të rinjve të punojnë. Sa është orientimi në këto shkolla profesionale në mënyrë që edhe mos shkohet të gjithë në fakultet pastaj të mesin pa punë, po edhe që të kenë mundësi të punojnë shumë më herët se sa E para që dua të them se I përket çështjeve të arsimit, unë mendoj se duhet ndryshuar shumë çka në nivelin qendror. Duhet kemi një përgjegjësi më të lartë të zhvillimit të arsimit, cilësisë së arsimit nga Ministria e Arsimit. Unë do të sjell vetëm një shembull. Në vitin 2021, para 4 vitesh, kur kam qenë në këtë cilësi të kandidatit për kryetar, kam paraqitur një projekt. Ka qenë projekti I hapjes së shkollave të mesme të edukatës fizike. Sot është premtimi pa realizuar jemi, për shkakun se nuk ka kurrikul që parashikon hapjen e këtyre shkollave. Pra ti mund ta kesh një vizion, mund ta kesh një ambicie për diçka, po ja që e keni kufizim, sikur që folëm më herët për planifikimet, sepse nuk janë pjesë e përshkrimit të punës dhe të përgjegjësisë tuaj. Prandaj duhet një rishikim edhe, sikur folëm për urat, duhet një rishikim I thellë në Ministrinë e Arsimit, se tash ne I dëgjojmë që flasin shumë kandidat për mësimin tërditor. Mësimi tërditor nuk mund të bëhet. Ne kemi në komunën e Ferizajt 13 klasë mjendërimshe dhe do të donim që t'i bënim me mësim tërditor, po është jashtë kurrikulare dhe është jashtë ligjore. Prandaj edhe sepse nuk ka kurrikul. Pra duhet krijohet kurrikula së pari për mësimin tërditor e pastaj komunat mund ta bëjnë organizimin përmes mundësive. Ne si Ferizaj kemi pra 13 shkolla ku mund ta zbatojmë, por tek
pasi që të miratohet kurrikula. Ne kemi investuar mjaftueshëm edhe kemi ristrukturuar shumë shkolla, mesin e atyre është një që s'është në kompetencë tonë, po që është një shkollë e shkëlqyer që janë kompetencës që ka krijuar dhe krijon vetë për vetë kuadra të jashtëzakonshme që janë të gatshme për tregun e punës. Po dy shkolla që ne kemi në kompetencën tonë lokale, i kemi ristrukturuar thellësisht dhe tashmë nga një mungesë e dikueshme e nxënësve, e trejave dhe trive tanë për shkuar në atë shkolla, tashmë ka një konkurrencë të jashtëzakonshme për shkuar në atë shkolla. Pra kemi bërë ato shkolla atraktive, është fjala për shkollën profesionale teknike, ku janë